Gjokudaj, më ngacmuat pak çast më parë me çështjen e tranzinorëve. Kujtojmë që në kuvend ka kaluar edhe projekt ligji për sa i përket barazisë gjinore dhe po t'i thërr rast kujtesës kur pati debate të shumta në atë ditë, më vjen mend Tauland Balla që thotë që ky ligj ka të bëjë me që burrat dhe gratë të marrin paga të barabarta, por kemi tashmë një urdhër në QSUT që ka terapi, duhet bërë terapi ose mund të bëhet terapi hormonale. Është protesta e koalicionit Pro Familjes, e kanë dërguar këtë projekt ligj edhe në kushtetuese, kanë kërkuar takim me presidentin e presidencës që ta anullohet dhe çfarë prisni ju që të ndodh me këtë, pasi më ngacmuat vetë pak çast më parë. Po, shiko, ka një problem. Sa kohë këta pranojnë që njeriu i cili nuk ndihet brenda vetes ai që është, pra nëse ndihet femër, le të ndihet i tillë, edhe të vazhdojë edhe aktivitetin e tij seksual sipas ndjenjes tij. Por që këtë lloj ndjenje ndryshe nga sa ti ta quash nesër investim, se do quajnë investim këtë. E kupton? O do të sukses i madh ky. Po, investim. Pra, që ne të paguajmë, taksapaguesit shqiptar të paguajnë që këta njerëz që ndihen ndryshe, e kupton? Të bëhen mbi bazën e taksapaguesve shqiptar, me financimin e taksave të shqiptarëve, kjo është e papranueshme. E drejta e njeriut nuk konsiston në këtë. Ju duhet të dini që ky grupim, e kupton, kjo është një zanat i vjetër sa bota. Ka pasur, kjo është një deviancë hormonale, e cila është fatkeqësi për ata njerëz, e kupton, që e kanë, sepse rruga normale është një burrë dhe një grua, siç e thot Bibla, siç e thot Kurani, sepse nëna mund të jetë vetë se grua, edhe babai mund të jetë vetë se burrë. Ashtu dhe qëllimi i familjes është riprodhimi. Por sigurisht dhe këta janë njerëz të cilët gëzojnë të gjitha të drejtat, dhe mos denigrimit, në dinjitet, në punësim, e kupton, në të gjitha aspektet e jetës, por që nuk mund të ngrihen në nivelin e familjes, e cila është një qelizë riprodhuese e shoqërisë. Pra nuk mund të trashëgojnë, nuk mundet të adoptojnë fëmijë, sepse rritja e një fëmie dhe nga kriteret njerëzore, nga kriteret biologjike, po themi, rritja e një fëmie bëhet nga një lind fëmia nga një nën, edhe rritet nga nëna dhe babai. Pra edhe në kuptimin social, pra edhe vinte kjo pjesë. Vinte pjesa që kur vjen çështja për terapi hormonale, shteti i gjen parat, ndërsa në onkologjik për të kuruar të sëmurët me tumor dhe me kancer nuk i gjen parat. Shkurtimisht Gjokudaj pasi jemi në fund. Dhe për mendimin tim, gjithsesi, pavarësisht mendimit tim personal, edhe të disa grupeve shoqërore e tjerë, unë mendoj që kjo çështje duhet çuar në referendum, të bëhet një referendum në lidhje me këtë, të jepet përfundimisht zgjidhje dhe jo të vendosë Edi Rama, e kupton se kur këta të martohen, ku të martohen, sa fëmijë të adoptojnë, edhe të vërë dhe spitalin që ti injektoj këto hormonet. Kështu që kjo zgjidhet me një referendum, sepse, siç kemi thënë, ne nuk mund ta përjashtojmë nga koncepti i demokracisë edhe këtë temë, sepse demokracia do të thënë shumë. Atëherë nuk mundet një pakicë e pakicës të imponohet shumicës, por hajde ta testojmë me një referendum, edhe që kjo punë të marrë rrugë, edhe ata njerëz të mos lodhen bulevardeve, edhe të bëjnë karshillok familjes, e kupton? Edhe ta shesin pikërisht atë kalimin e